Ai do mundohet fillimet e tua kur kaloj kohë. Pastaj do bëj shokun më i mirë jot ai. Pastaj do rritë të dikë, do pësoj plakën ai. Do bëhet që pjesë pastaj kur ta takosh ti. O vasi, ai pajtoj, kështu funksionon psikologjia. Domethënë, kur hapa u TikTokun, u sulmova për të rrëzohesha. U fillon u shpikën gjëra për mua shumë. U shpikën nga lloj, nuk më rrëzohan dot më ngritën, se të unë isha në këta më thanë, di mua se më ngritu, unë ngrita vetë, po këta më thanë, më shumë fuqi që unë ngrita se unë i rrëzova poshtë si punë e gjyqit. Kur bëhet i gjyq, dhe gjithmonë një fitimtar. Edhe unë me këta e kisha fitimin tavolin. Më kuptonë se shpikët e mija dolu falso. Aty unë ngrita unë. Shkurt më bërë ta mbyll unë, po nuk ekzistuan njerëzit e kësaj, nuk je skusi. Në momentin që ti nuk të sa njëri ka diçka që nuk shkon me ty. Njerëzit që nuk sa një bishë janë servila. Njeriu që nuk sahet, vetëm duhet ka të gjithë i bie që ka diçka që nuk shkon. Po mirë, do të bëj një pyetje unë me këtë sharje, si për shembull kam sharje Edi Ramën dije në protest. O Edi Rama të qëro. Edhe doli ndarka i tha, kot më shani mua, ju tha se vetë më keni votuar. Unë ka marrë plaka Rio këtu e çuna, plaka Rio në WhatsApp. Është jera hylla valla, kam lënë takime këte prit. Po pse ke thënë plaka Rio? Plaka Rio. Ja, plaka Rio e kam vënë emrin. Po pse? Ti se ke legal e non legal, thot kjo. Po pse plaka o lungo? Pa është e mirë kjo është hyllë, shkoj. Qo sa e mirë është? Po pse është plaka jo? Ai është vërtet e mirë. Kjo është 40 vjeç se unë e kam vënë plaka emrin që mos ta harroj, që mos ngatroj emrin. E i qej shpejtun. Se i vëmë e kote o Miu Rio. Miza Rio, Miza. Me kote. E shumë me këtë ti, Rio Tono, gjësa, Tono Rio. Unë do të bëj në i qelë me gosa, jam smurë. Qa për jetë shpirtore? Kështë që problemi i përsa shanë do të këtu. Ore Vlora, ore piçke, o Vlora piçke. Koka lungo. Do shojnë turkoka. O, Miki. Futi s'mundi kjo mua, Allah. Ka zan frika, Allah. Do shojnë turkoka, Allah. Nuk e sendur, po më dirë si. Po qa jo, sprite. Sprite, po i mos e li pasore për zotit. Po do t'i Bëj pauzën e hapë të mira di lume. është një lloj gjeli i bardhë me që përdori femrat intime, po si e ka emrin te që do vetë ta drejta një farmaci. Ja rova emrin. Po jore ike dhe shpjego situatin se t'i japin pikërisht për atë që ti si e nolla, mos i merr kot pa lidhje. Ik në farmaci shpjegoj situatën, qa të ndodhë dhe t'i japin vetë kremin ato. Qa femri për kremin? Kremin qa vënda, olla. Edhe unë ashtu me njërë, kam pas një kulish vogël unë, kam qenë 13 vjeqe, një të marrë shampo Pantene, unë i futa një të larë qenit. O doktore si e ti? Uro, qeni u be, nuk di që të tem. I shkredi si në. S'na gjiti belaja Jo, quna. nuk është ti, rëzër. Do iki farmaci tani e quna do vrinu i qesh të bardh i tim se është i mira i, se kur isha në Italiu e kisha i shoqe unë ti, Megi, ajo e përdor të printim sa ishte Do krema po do shampo? Dhe gjo ta shpjegoj o Megi. Është një lloj kremi i bardh, ja rova emri se unë e blia pra të gocëm, ja blia unë, sa i mëson dhe mua farmacia jo, edhe blia unë dhe ja blia dhe emrin. A i është shumë i bardh e lërë në atë dhe i të dheq ato pastrime, është disinfektante, shumë i mirë. është antibakterio. Po ja rova, ja erdhi macja këtu më ziu jetën e quna. Mos ka pas ndonjëherë probleme o ti lungo me thënë së drejtën. Ka marrë ndonjëherë nga këta kremra çun. Shampo po që lajme, parfumosin po. Kremra për zotin jo. Për di. Më gjeti belaja ama. Është i pas
kërpudha, quhen italisht. Po nuk duhet ajo krem, o Lungo. Ai duhet lesh për kërpudhat. Unë e di shumë mirë se i kam mësuar nga femrat, mi kanë mësuar mua. Kur të djeg ajo, kur ke djegje, e vetë ai për 2 ditë pastron komplet, është super. Ore Lungo, qa i bere vetës edhe që flet për këto muhabete këtu, ere se do fillojnë këta tani për ty. Qa i bere vetës kjo, ere kjo është një Tapi, mua ta thonë njerëzit. Bejsa ka me se do të ditë zisik mitë. Kupton ti të hape TikTok-u shqiptar, fillojnë të tërë të flasin për mua. E kupton ti po jo? Merë me si më, tu di që ti kjo strateg. Eshtë mu Lungo ati e bën këta, i kanë bajtër fungit Po ati. tani dajme. E kupton ti? Ja erdhi macja këtu e para, e disa TikTokera më djekin mua Allah. Nga këta të mëjnë, mbi 10 sigurt, që rrinë të live i tër ditën, tër natën. Që thot? Për zoti lartme. Mos i them me emra. Jo. Shpo kemi ne ti. Nuk kemi në qa bëjnë ata. Tani o goca, jeta është e bukur, më shkujti kjo plaka, po unë s'kam nerva me për buza, jam lodha, s'du takoj asnjëre me Allah. Jo pa u kuruar më shpejgjim Lungo. Se e për la. Ma një këtë një hanën, Bravo. se ka të Mere ta të qëmë jesë edhe mo më ka marrë malli bras shejtanin. O me i plasin Lungo se e për hap. Jo. Nuk kam gjë unë, dhe ma li besa ka ume, për nuk kam gjë me jo. Kjo është djegje fërkimi quhet. është djegje fërkimi, kur bën dashuri. Na djerës. është djegje fërkimi, kur bën shumë dashuri. Hola moj, come stasso? Vai E mos così. nëse kemi provuar në njërë. Sei sparita tu. Se bañó Murdoga. ¿Dónde sei sparita? ¿Dónde? Mira, tú sabes que una persona que te ama, te escribe, te pensa. Tú no escribes más, amor, sto andando in centro io, in centro. Este è il messaggio tuo. Mi dispiace per te. Me Lungo non zamër, shiko aty vazhme. Todavía estoy esperando que llames. Ciao. Mi dispiace per te tanto. A mí también. Io ti voglio bene. Andavo con la amiga ayer. Quali amiche, ma sono solo, ma tu eres loca. Ero solo, ma... Quali amiche, ma ero in hotel, esta non è amiche, tu eres loca. Esta es la casa de la padrona de casa, tú eres loca, oh. Tú escuchas a la gente aquí, ma tú no eres normal. Yo te escucho a ti. Io hablo per ella, ma io... Pero tú qué. ¿Sí ves cómo eres? Sono soltero, ma che mujer, tú eres loca. Tú eres normal. ¿Dónde está la mujer? Ma ero in hotel, ho cambiato hotel, sono aquí ahora. Ero in un altro. Ma ¿Pero te mantienes? esta chica trabaja allá, no conozco a ella. ¿Tú eres loca? ¿Te enamoraste? ¿Cómo? Saliste 2 días, 3 días con ella y ya te querí, te arrestaste allá. 3 días con ella, ¿con quién? Guárdate la poniste y no me vas a decir que no porque el tío que te...
culo. Vai, ciao, ma tu eres normal? El que no eres normal eres tú. ¿Dónde tú miraste que estoy con ella, mue? Sono solo, mue. 3 días in hotel allá solo. ¿Cuál es cazzo? Tú no me rispondes 2 días. Te chiamo. No me llamo a mí. ¿Tú me llamaste a mí? Ayer me llamaste. Ayer me dijiste. Tú escúchame. ¿Tú vienes conmigo o no en Panamá? Ya, yo ya ni sé para dónde que me vas a llevar. Porque desde que te fuiste me estás preguntando que si voy, y no compras ningún puto tiquete. Necesitas sacar pasaporte. ¿Para qué? ¿Pasaporte falso? ¿Para qué necesitas sacar pasaporte? Tú vienes en Costa Rica, mue, Palose. Tú vienes a Costa Rica 10 días. Lasci tu niño con mamá, tú vienes con me. Vivere con me. Yo no te creo. Yo no te creo nada. No me credi, ti giuro per mia mamma e papà sì. Io ti amo a te, solo a te. Tu mi amas a me? Bueno, Mi amas a me o no? tú a mí. Mucho ti amo. Voglio vivere solo con te. Nessun ciamile. Solo tu, non mi fai nervoso a me ora. Io sono soltero. Tu eres loca, mi provoca a me tú. Tú eres el que me quise a mí. Fai un saluto a Meghi. Però serra la zizza, solo la testa. Hola. ¿Cómo estás? No nudas, solo la testa. Colore se përshëndet, alere lunga. Shosja, o Meghi, nuk e ti po kjo femër mua me iqme. O Meghi, do të them diçka sinqerisht, ma beson këte? Unë nuk do njëri tjetër jetën time. Unë e dua këtë femër, unë kam bërë një budallik, po unë po t'jem e këte s'do t'ja di pra si femër bot. Nuk e di pse kjo më mbush me adrenalin mua. Ei, mos e nxirr më aty, se është nudo, mos e nxirr më. Vabbè, ti chiamo más tardi. Tu eres furba. Tu me scrives a me, vado in centro io, perché non mi chiama tu a me? Te llamo y tú no respondes. Oiga que no. Mira ahí la llamada que viene. Grazie per te voglio cambiare la vita, la mia e la tua. Sai che me gusta? Tienes la casa buena, la cocina buena, letto bueno, pulito. Vivere come una persona normal. Me gusta mucho el aseo. Me gusta mucho el aseo y el orden. Vabbè, ciao, ci sentiamo más tardi. ¿Dónde estás tú allá ahora? ¿Gira el teléfono? Allá. Pero este baño, este día no era esto, era un altro. ¿Dónde era este día? ¿Qué baño me haces? Cuando yo te... ¿Normal? Chao, que me voy a bañar, chao. En lo stesso bagno. Me llama. O Meghi, Në dhe se se e mbylla me atë. Lungo, po pse nuk i the vlla po kam qenë, e kupton? Pse e gënjen? I thash jo se o Meghi e do troshti. Unë jam që në hall me këto lidhje tim kanë zirë jetës se unë jam qarkullime dhe të zë halli me Meghi. Nuk themi që një kopje nuk vazhdon kështu ikte i kandej. Unë me këte mund t'jem i lumtur vetëm po t'jetoj me këte. Në momenti që unë do jem me këte nuk du t'ja di për si tjetër. Tani nuk e di unë që të bëj. Po kur ti mendoj që do jesh i lumtur me ato, ri me ato, ka sa merresh me këto zarbat e tjera.
Megi, Ti eksperiencat e tua i bëre të gjitha. Ose kur të vendosësh të rikësh në Shqipëri, vendosësh të rikësh me dhe. Jo ta shpjegoj një gjë, Megi. Të shpjegoj vetëm një gjë, 2 minutë, 1 minutë. Mua e di se pëlqej kjo goca. Për 5 arsye. Femra që të do nuk vjen me ty të leri çuni me maman dhe të vi me mua. Një. Do me thënë, kjo është e para. Kjo tani Megi po jeton të një shtëpi atje me miza, me minja atje, ti si jashtë nuk e di e ke para të shtëpi. Edhe Nuk e mbaj mend me thënë drejtë. jeton në një shtëpi atje katran, ka lagështi dhe më tha partia mbi politë gjuna, tha duhet ndryshoj jeta. Qa do bëju këtu, tha dhe kjo ndihet mirë me mua pse më shikon mua 2 metra çun, Evra Fabian jam, çun simpatik jam. E disa më tha di që pëlqeu shumë Megi, se kjo person beson shumë në Zot. Je shumë njeriu mirë ti, më tha mua. Aty më tha mua ti, le qa thonë njerëzit, tha? Se i thash unë jam njeriu keq, jam për ty, i thash, unë jam rob i keq. Më mirë më harron mua, i thash unë. Më tha mua, jo sa ti e njeriu mi pse, ka që kam ndihmuar ca raste unë me lek, i kam pagu bom lek gazit, i kam çu 50 euro, 40 euro. E kam ndihmu Megi. I kam çu nga i lek su për bukse gjuna. Të vi gjuna. Lungo, në qoftë se ti do të bësh akoma eksperjenca për mendimin tim kur të nisesh për në Shqipëri që ta vendosësh ke mbaruar atë turin tënd. Po mi, ta tregoj ty tani mbylljen e TikTokut, kush është ai me ty vetë ekskluzive që do e marrësh në intervistë. Jo në bandje. Të bestohem për kokë të trupës e të plakës, si këtë që po të them është e vërtet e s'ma ndjen që a thonë njerëzit tu fare as për famë, as për lesh. Ta them sinqerishte. E para, unë arrit aty ku doja TikTok një. Ta kam thënë një shpejt jemi bërë muhabete, mban mend? Po. Unë Megi do marri anën, do jetoj me te dhe s'ma ndjen fare për TikTok, bet sa bet,
e diti tani që ta mbyllur me Megin intervistën, Megi hyes plani im i bukur dhe unë do ta realizoj me Erianën. Unë do ta provoj ti pse. Se ajo më duhet sa më besnike dhe unë e kam kuptuar shumë mirë te. E shumë njeri o mirë, leca kisha kuptuar se në njerë unë thosha këtu dhe nga i nati a fusja kot. Kur doja dhe ti pse thosha kështu unë Megi se doja ta lija. Doja të shkëpuca dhe Gjelozia, ajo fusja kot. Po ajo është shumë gjelose dhe ajo është sa më shumë e mirë. Punëtore, gatuan, bën, lan, të ndihmon. Sa duam dhe me gjyna Megi se ajo ka qenë koma 3 muaj, është njëri i vujtur, është njëri me ka qik problemet e veta me alkoholin, unë do ta nxjerr dhe nga alkooli atë. Bravo. Të falenderoj Lungo që ma dhe këtë përgjigje ekskluzive, vetëm për mua dhe për gjithë ta tjetër që na ndjeki. Një Flori, tani me që të erdhi Dena dhe iki unë dhe të luani ju. Të bëjmë një lojme. Hajde blosim dhe një lojme. Bëjmë 2 lojra me Lungo në Dena. Hajde, bëjmë 3 loj, 2-1. O Megi kalosh bukur, thank you very much. Jes mirë Lungo. Ciao Dena. Ciao Megi. Ajde Lungo. Tani do na martohesh ti shejtan? O Dena thras. Pa. O Dena dëgjoj pak. Të besoma këtë që po të them. Unë të Riana kam gjetur vetën time të kjo goca se është njëri u thjesht i varfër, unë nuk dua gocë të pasur. Pse? Gocat e pasura kërkojnë shumë llogari. Kjo është njëri u thjesht, është humile. Puna jote, hajde ikim këtu, ikim atje, rime ty. Është tipi im, po, nuk do t'ikim domethënë është tip i pëlqen ta jetoj sa gjuna mirë kur ta skeçuar një herë mua restoranta. Kur pa me këtë tjetër këtu. E kupton? Edhe mirë di gjuna për këtë gocën. Kur më tha kështu disa keq unë djeva, edhe tani se që do bëhet se ti, po unë do ta provoj ti Dena. Po s'më eci, jeta vazhdon. Unë do e provoj me atë. Do ta marr, do jetoj me atë, do mundoj ta ndryshoj ta bëj njeri, sa ajo është gocë e mirë, se ka vujtur, sa më unë kam vujtur sa, dhe familja sa, familje sa janë tërë me lekë, i ka të pasur familjen, ja familje ngritur, nuk ja familje parbonësh. Baba i saj, ka 100 shtëpi baba i saj. Po për zoti lartë, ka shtëpi me Delin, thot që do t'i blej dhe kësaj se do shesi shtëpit atje, ka toka, është shumë i pasur. Edhe motre kësaj ti Dena jeton shumë mirë, ka shtëpi, ka motorra, makinë, i ka të gjitha. Vetëm kjo, se kjo sa ka qenë rebele, unë tha. S'më pëlqen atje, se atje ka banda ku jeton kjo. Edhe i mini çonin ja çonin me bandat. E kupton? E kupton. Edhe problemi është i Dena, që kjo do ta provoj dhe kjo me mua. Edhe unë do ta provoj, që do bëhet, unë nuk e di. Ose i vi banjo todo. Shkurt muhabeti, kjo është historia, se që do bëhet unë se dit, unë do e provoj kaq. Tani, hajde çuna na gjoni në i sen, flasim për lojën. Po njerë, se si pak me like, Hajde me like, çuna, eci për 300.000, për 1 milion se do të dalim qarkullim, tani u bëra gati unë. Tani do vesim këto çuna, do vesim edhe këto, do dalim me këtë bluzën e Brazilit sot. Do blejmë bluzën sot, se sot është ditë e bukur, se është ora 1 dhe unë kam mundësi të blejnë robe e çuna të blejnë i bluze. To Maci Karteli qoj jetë e zemra të koka tomo, nga to të koka tomo. O to Maci Kartelo, to Maci Karteli Gjermanisa çuna. O çuna, to Maci Allah. O Bledi, faleminderit Bledo. Tani e çuna unë po dalë në Rio në favela, po ja fus nga Rokin ka unë,
te favela Rocinka, me taksi, po marr taksi, po iki te Rocinka, çuna. Një pyetje, a ka shqiptar aty ku je ti, domethënë nuk e lëvizën, ka shqiptar që të njohin? Ka, plot. Po. Që më njohin mua këtu në Kolumbime? Po, që të ndalojnë të thonë, o ti e lungo i thjeri. Jo, asnjë, nuk ka shqiptar Brazili, ka vetëm nga ata e di veti, nga ata kokëndhënjt. Hola signora, come va? Dena, këtu ka kokëndhënj, nga ata kokëndhënj, nga ata